Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu gjatë fjalës së tij në konferencën e 28 të shefave të shtabit të përgjithshëm të Kartës së Adriatikut deklaroi se Shqipëria mbetet një partner i besueshëm dhe me rol kryesor për konsensus në rajon, duke theksuar se vendi do të pozicionohet si një qendër e industrisë së mbrojtjes dhe ndërveprimit ushtarak në Europën juglindore. Shqipëria do gjeni gjithmonë një ndërtues konsensusi dhe një partner të besueshëm në ndjekjen e qëllimeve tona të përbashkëta. Karta e Adriatikut ka lindur nga një vizion bashkëpunimi, stabiliteti dhe fati të përbashkët dhe autentik. Parimet e saj mbeten të pandryshuara, por në një medi strategjik që ndryshon me shpejtësi, ne duhet të përshtatemi dhe të ripërtërijmë misionin e saj. Ministri prezantoi 5 prioritetet kryesore të Shqipërisë për forcimin e mbrojtjes. Duhet të veprojmë me vendosmëri në 5 fusha kyçe: rritja e burimeve financiare për buxhetet tona të mbrojtjes, nxjerrimi i industrisë së mbrojtjes dhe prodhimit ushtarak, të fitojmë aftësi vlekjeprurëse dhe në përdorim të dyfisht për të modernizuar forcat tona të armatosura, investimi në infrastrukturën kritike dhe kapacitetin e vendeve pritës për të përforcuar qëndrueshmërinë, dhe forcimi i ndërveprimit me aleatët dhe partnerët përmes trajnimeve, trajnimeve dhe operacioneve. Shqipëria po ecën me vendosmëri në të rrugë, duke rritur shpenzimet e mbrojtjes, duke ringjalluar bazat tona industriale, duke investuar në infrastrukturë në përputhje me prioritetet e NATO-s dhe BE-s. Qëllimi ynë është ta pozicionojmë Shqipërinë si një qendër të besueshme për industrinë e mbrojtjes, zinxhirët e furnizimit, lidhshmërinë dhe ndërveprimin ushtarak, lëvizshmërinë ushtarake në të gjithë Europën juglindore dhe rajonin të Adriatikut dhe në hapësirë me rëndësi të pamohueshme strategjike për sigurinë atlantike. Vëngu nënvizoi se pjesëmarrja e Shteteve të Bashkuara e bën këtë nismë të pazëvendësueshme për sigurinë rajonale.